Mark Sadiku. Oda malsore me oxhakun e vet karakteristik, rreth të cilit uleshin burrat këm kryq, ishte auditori i saj akademik oriental shumë shekullor, ku burrat nxirrnin kutinë e duhanit dhe drellnin cingare, e ja fillonin kuvendit gjanë e gjatë, ku virtyti dhe urtësia u përcillej të rinjve, netëve të gjata të dimrit, ku shpesh herë përzihej me tingujt e lahutës kreshnike. Mark Sadiku nuk studioi kur as në kolegj dhe as në universitet, megjithatë, ai ishte një enciklopedi e gjallë e filozofisë popullore. Ishte një patriot që kushtrimi tha dhe u t'i përgjigje me kushtrim, luftoi kundër turkut pa i vënë mirë briskun fytyrës, luftoi kundër shkjeve malazez, ndërsa në vitin 1924 luftoi për krah popullores duke marrë gradën e nëntogerit nga zogu. Por kumbaria me të nuk i vazhdoi gjatë, pasi në ngjarjen e vitit 1926 nuk mund të bëhej armik me popullin e krahinës së vet për t'i qëndruar besnik zogollit. Mark Sadiku nuk qe bajraktar, por edhe pa këtë titull u bë shaljani më i dëgjuar i kohës së tij. Logjika ishte arma më e forte të urtit Mark Sadiku, përpara se të cilës janë çarmatosur edhe ata që nuk njihnin tjetër mjet veç forcës së shfrenuar të barutit. Me ksul të bardhë dhe me qyrek me shini, me sy të ndriqëm e të mpreth si shqiponja, ndërsa fytyra gjere mustaqet vesh me vesh i jepnin pamjen e një babushi që jeta i kishte servirur dallg, stuhi, por edhe diell. E ngjeshur i rrinte Altia në shok, sa hati Sermit me Gjystek Florini i jepnin një pamje që doja kishte zili dhe lek Dugagjini. Askush si Mark Sadiku nuk e joshi etnologun më të madh të etnosit shqiptar, Ad Benardin Palajn, i cili bisedoi gjumë të për dhjetra ditë e net dhe voli nga i mençuri i maleve gjithë nektarin e ligjeve të Lekës, për t'i hedhur me vonë mbi letrën e bardhë të studimeve të Fratit, studimet e cilat ja la dëshmi historisë, si visaret e mrekullueshme të traditës së kalume.